Pasaporta zvicerane është më e fuqishme në botë, pasi me 190 vende pa viza, ajo ja kalon edhe SBA-ve. Këtë pasaport pa dhe kuq e gëzojnë sot edhe mbi 100.000 shqiptarë nga Ballkani. Disa mërgjimtarë kanë deklaruar gazetës zviceriane në Shqip Le Kanton 27 se të jetosh në Zvicër dhe të posedosh pasaportën e këtij vendi më të bukur dhe më të fortë në botë, ekonomikisht tolerante për nga demokracia, është më shumë se zafat, është një privilegj. Në Zvicër aktualisht anglishtja është së bashku me gjermanishten, frëngjishten dhe italishten, por edhe romanshen një nga gjuhët kryesore që fliten në jetën e punës. Në këto 5 gjuhë shkruhet edhe ballina e pasaportës zviceriane, siç shihet në foto. Në shtëpi ose me të afërmërit, 56% e të gjithë atyre që konsiderohen flasin zakonisht gjermanisht zvicerane, 23% frëngjisht, 11% gjermanisht në standarde dhe 8% italisht. Anglishtja dhe portugalishtja ishin dy gjuhët jo kombëtare, më të folura me përkatësisht 7% e 4%, por së fundi sipas gazetës zvicerane Le Kanton 27, duke e referuar burimeve të Zyrës Federale të Statistikave, shqipja e ka kaluar gjuhën portugeze, pas anglishtes shqipja është bërë gjuha e huaj më e folur në Zvicër, sipas një sondazhi të ri të Entit Federal të Statistikave. Në shifra absolute për të parë gjuha shqipe është më e folura në Zvicër, pas gjuhës angleze. Për vite të tëra portugalishtja ishte gjuha e huaj më e folur në Zvicër, pas anglishtes. Shqipja flitet veçanërisht gjerësisht në Züri, Winterthur, Basel dhe St. Gallen. Në vendin e tretë ndër gjuhët e huaja më të folura, në mbar vendin është gjuha portugeze, e ndjekur nga spanjishtja, kratishtja dhe serbishtja. Dhe sot përveç 4 gjuhëve kombëtare që si janë gjermanisht, frëngjisht, italisht dhe romanisht, në Zvicër fliten zakonisht anglisht, shqip dhe portugalisht. Kjo përfaqëson një përqindje të barabartë për folësit e të dyja gjuhëve, 3.4% e popullsisë së përgjithshme, krahasuar me 6.1% të folësve anglez, pak përpara portugalishtes, spanjishtes, serbishtes dhe kroatishtes. Shqipja flitet kryesisht në Züri, Winterthur, Basel dhe St. Gallen. Zvicra aktualisht numëron 9 milion banor, prej cilëve 26% janë të huaja, apo 2.200.000, në mesin e tyre dhe 3% shqiptar. Në vitin 1999 të invazioni serbisë në Kosovë, arriti dukshëm numrin e shqiptarëve, sikur në vendet e tjera europiane ashtu edhe në Zvicër. Në ato vite Zvicra kishte 150.000 shqiptar, kuptohet një pjesë e madhe e tyre ishin të përndjekur nga regjimi serb, ndërsa sot autoritetet zvicerane flasin për një dyfishim të numrit të shqiptarëve. Christoph Freimond nga Zyra Federale e Statistikave në Bern, për gazetën zviceriane Le Kanton 27 ka deklaruar se numri i shqiptarëve në Zvicër është shtuar dukshëm më së shumti nga të gjitha komunitetet e tjera. Për çdo vit qindra prej tyre naturalizohen, pra marrin pasaporta zvicerane. Sipas Bern, zyrtarë shqiptarë sot në Zvicër përbëjnë komunitetin më të madh dhe më të rëndësishëm në këtë vend dhe janë shembull suksesi dhe integrimi. Këtë e thon post medjave dhe personalitetet helvetike, siç deklaroi ditë më parë edhe shefi i diplomacisë zvicerane Zoti Kasis në një bisedë për gazetën Le Kanton 27. Kështu sipas Zotit Freimond, nga Zyra Federale sot në Zvicër jetojnë dhe veprojnë mbi 300.000 shqiptar, që këtu njihen si albanofon, domethënë që flasin gjuhën shqipe, ku pjesa dërmuese janë nga Kosova. Këtu bëhet fjalë për 200.000, kurse nga Maqedonia e Veriut mbi 100.000 shqiptar, nga Lugina e Pershevës 20.000 dhe të tjerë janë nga Shqipëria dhe territoret shqipfolse të Mallit të Zi. Bazuar nga numri i madh i shqiptarëve në Zvicër, pra mbi 300.000, 50.000 të tjerë përflitet se jetojnë ilegalisht, dhe nëse kemi parasysh se në Zvicër deri në moshën 16 vjeçare fëmijëve të regjistruar nuk i jepet nacionaliteti as përkatimi fetar, tërse numri i shqiptarëve në Zvicër mund të jetë rreth 400.000. Sipas Zyrës Federale të Statistikave, mbi 100.000 shqiptarë të tjerë posedojnë pasaportat e Zvicrës. Në këtë shtet aktualisht janë regjistruar 120.000 qytetarë nga Kosova me pasaporta të Republikës së Kosovës. Sipas një ullumtimi të gazetës zvicerane Le Kanton 27, edhe pas 15 vitesh nga pavarësia e Kosovës, në Zvicër ka ende shqiptarë me pasaporta serbe, numri të cilëve sillet në rreth 60 deri në 70.000. Këtu do theksuar se çdo vit bie numri i serbëve në Zvicër dhe rritet numri i shqiptarëve, jo pse këta të fundit vijnë nga Kosova, por bëhet fjalë për shqiptarët me pasaporta të shtetit Kosovës, po vazhdon po ashtu të ngjitet vazhdimisht për shkak të transformimit të pasaportave, duke lënë ato të Serbisë dhe duke marrë ato të Republikës së Kosovës. Besohet se numri i qytetarëve me pasaporta nga Serbia në Zvicër do të vazhdojë të bie dukshëm, siç ka ndodhur edhe me liberalizimin e vizave, për shkak kosovarët nuk do të kenë më nevojë për pasaportat e Serbisë.